qoftë lëvduar Jezu Krishti. Përshëndetje për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës. Sot do të ndalemi përpara një prej titujve më të bukur dhe më të thellë që Kisha i ka dhënë Virgjërës Mari, Nëna e Krishtit. Një titull që në pamje të parë mund të duket i thjeshtë, por që në të vërtetë mbart një thellësi të jashtëzakonshme teologjike, shpirtërore dhe historike. Çfarë do të thotë ta quaj Marin Nëna e Krishtit? Çfarë përfshin ky emër që lidhet drejt për drejt me misterin e mishërimit, me pritjen shekullore të Mesisë dhe me përmbushjen e premtimeve hyjnore? Sot do të zbulojmë se ky nuk është vetëm një titull nderimi, por një titull mbretëror, priftëror dhe profetik. Ai na çon në zemrën e historisë së shpëtimit, nga premtimi në Eden te profecitë e Izraelit, deri te momenti vendimtar në Nazaret, kur poja e saj hapi portën e mishërimit. Le të hyjmë së bashku në këtë mister për të kuptuar më thellë madhështinë e planit të hyjit dhe rolin e jashtëzakonshëm të Marisë si nëna e Mesisë, mbretit, priftit dhe mësuesit tonë. Domethënia e nënës së Krishtit. Në pamje të parë mund të duket se me qenë se Jezu Krishti është hy, ta quajmë atë nënë e Krishtit, është thjesht një përsëritje, pasi është njësoj si kur ta quajmë nëna e hyjit. Në thelb kjo është të vërtetë. Asnjë prej titujve të saj nuk i afrohet në lavdi atij, nën e hyjit. Nuk mund të thuhet më shumë se kaq. Madje mund të përbëjë një litani e tërë vetëm me këtë emër. Por ashtu si të gjithë titujt e tjerë, janë cilësime të veçanta që vënë në dukje ndonjë prej detyrave, hireve apo dinjitetit të saj të posaçëm. Po kështu ndodh edhe me emrin Nën e Krishtit. Një titull mbretëror. Ky është titulli i saj mbretëror që e dallon si mbretresh, sepse është nëna e mbretit. Mbretresh e profetëve sepse është nëna e profetit mbret, dhe mbretresh e klerit, titull që shtohet në litanit në seminarët tanë sepse është nëna e kryepriftit apo mbretit prift. Kështu, ky është një titull plot bukuri që kurorëzon si Virgjëra nën, e cila lindi Krishtin, çliruesin e shumë pritur të popullit, të priturin e kombeve. Nëna e të shuguruarit. Jezus është emri vetjak i Zotit ton, përkthim grek i emrit hebraik Josueu apo Jeshua, që do të thotë Zoti shpëton, ose hyj është shpëtimtar, ndërsa Krisht është titulli i tij, një titull përcaktuar, gjithashtu grek, përkthim i fjalës hebraike Mesia, që do të thotë i vajisuri. Sa shumë kuptim hap fjala i vajosur në thesarin e shkrimeve të shenjta, para syve tanë shfaqet vargu i gjatë i profetëve, priftërinëve dhe mbretërve, të veçuar për shërbesat e tyre të posaçme, me anë të vajosjes me vaj mbi kokë. Do të na çonte shumë larg po të hynim në historinë e zakonit të vajosjes. Ajo humbet në lashtësi, gjendet në historinë e çdo populli, duke qenë një nga rritët më të hershme në fejt pagane. Nëna e Mesisë. Njohja e Jezusit si Mesia, Krishti, i vajosuri, i jep një theks të veçantë titullit të Marisë, Nën e Krishtit. Kjo e pajis atë me një lavdi të posaçme. Fakti që ajo gjetë denjë të ishte nëna e Mesisë nuk është ndër meritat më të vogla të saj.
Nuk është thjesht një titull tjetër, Maria pati pjesën e saj dhe një pjesë të rëndësishme në përmbushjen e profecisë. Sikur të mos ishte ajo, ndoshta Mesia ende nuk do të kishte ardhur. Kemi parë disa teologë që thonë se biri i hyjit u tërhoq aq shumë nga bukuria e shpirtit të saj, sa që parapriu kohën e mishrimit. Një aludim për këtë gjendet në gradualin e meshës së festës së Zojës së ngjitjes në qiell. Dëgjo o bi, shiko e përule veshin, sepse mbreti e ka dëshiruar shumë bukurinë tënde. Lexojmë tek Psalmi 44. Nuk është e tepër të besohet se lutja e saj e përshpejtoi mishrimin, ndonse sigurisht, siç thot Shën Toma Akuini, ajo nuk mund ta meritonte atë. Ishte një çështje për cilën ajo, edhe si bie thjesht e Izraelit, ishte thellësisht e interesuar, ashtu si shumë shpirtra të shenjtë të kohës së saj dhe gjatë shekujve të gjatë para saj. Duke pritur Mesin, vija kryesore fetare që kalon të gjithë historinë e Izraelit, sidomos gjatë kohërave të humbjes dhe shtypjes, ishte pritja dhe dëshira për shpëtimtarin. Këtë shpëtimtar e quanin Mesia, Krishti. Ai ishte premtuar që nga kopshti i Edenit. Ky premtim i kishte dhënë shpresë njeriut dhe nuk kishte harruar kurrë. Me të vërtetë, me kalimin e kohës dhe kur njerëzit harruan Perëndin, ata humben vizionin e shpresës. Por tek populli hebre, kjo shpresë dhe pritje e sigurt mbeti duke u bërë pjesë e identitetit të tyre kombëtar. Nuk ka nevojë të hyhet në detajet e asaj pritjeje, siç shënohet në shkrimin e shenjtë, që në Pentatekun është premtuar një shpëtimtar dhe profet, i cili do të vijë nga Abrahami, Izaku dhe Jakobi. Identifikimi bëhet më i qartë. Në kohërat e mbretërve David dhe Salomon, ky shpëtimtar parashikohet të vijë nga brezi i tyre mbretëror, dhe më në fund, për të mos lënë asnjë dyshim mbi identitetin e tij të plotë, profetët nuk tregojnë vetëm për ardhjen e tij, por shkojnë deri tek detajet e lindjes, jeta, pashkimi dhe vdekja e tij, si dhe përjetësia mbretërisë së tij qiellore. Siç shprehet Talmudi, të gjithë profetët parashikuan vetëm ditët e Mesias. Hebrejt në kohën e Maris njihnin shkrimet e tyre. Ata e dinin se Mesia një ditë do të vinte, por shumica e tyre e keq interpretonin shkrimin për shkatrimin e tyre. Arsyeja ishte kjo. Në atë kohë ata ishin një popull i pushtuar. Këmbët e romakëve shtypës ishin mbi qafën e tyre. Ata urrejtën romakët dhe i përbuzën. Hebrejt mendonin se ishin më të mirë, intelektualisht dhe në çdo mënyrë tjetër se pushtuesit e tyre. Të verbër ndaj Mesis. Por nga krenaria e tyre, ata humbën ndjeshmërinë shpirtërore. Ata nuk ishin më të interesuar për një shpëtimtar shpirtëror, dhe sa i përket Mesis që vuante, nuk e konsideronin një të tillë. Ata dëshironin një mbret po aq të fuqishëm sa romakët, më të fortë se romakët që t'u jepte hebrejve vendin e tyre në diell. Ishte një kuptim i shtrembruar, një shkelje gjithë lavdisë shpirtërore për të cilën baballarët e tyre kishin ndërruar. Ata u verbuan vetë dhe siç dim shkuan të verbër drejt varreve të tyre, pavarësisht diellit të lavdishëm të ngjalljes. Disa mbajtën besnikrin, por kishte një mbetje në Izrael që nuk ishte e shtrembruar dhe një mbetje e mirë në të vërtetë. Si tjetër mund të shpjegohet shpirtëroriteti i lartë i Zakaris dhe Elizabetës, i Simonit dhe Anës, dhe i shumë të tjerëve që ishin gati të ndiqnin Gjon Pagzusin dhe më vonë Zotin ton.
Le të ndjekon mbi gjërat materiale, të zhytën në politika të vogla, por ishin të shumt ata që ende shikonin me sytë e Zotit dhe e dinin se nuk ishte rëndësi tjetër përveç gjërave thelbësore. Tani nëse kishin këta të besuar që shkonin qartë se çfarë do të ishte Mesia dhe dëshironin ardhin e tij, çfarë duhet të kenë menduar për Virgjën e papërlyer Mari, edhe para se të kishte ndonjë shenjë se do të luante një rol kaq të rëndësishëm në përmbushjen e pritjes mesianike? Ajo njehte shkrimet e shenjta nga zemra. Sa e thellë ishte kjo njohje, duket nga përbërja e saj e Magnifikatit. Memorizimi i shkrimeve ishte një gjë e zakonshme për hebrinjt. Ata ishin mësuar mirë me të, dhe në rrethin e shenjtë ku i përkiste Maria, kjo ishte një punë e dashurisë. Mund të përmblidhet duke thënë se ajo ishte një hebreje e devotshme. Nëna e papërlyer e atij që ishte pa mëkat. Megjithatë, ishte më shumë se kaq. Siç thash, me njohurinë tonë për përlindjen e papërlyer dhe hiri dhe fuqia dhe njohuria që e shoqëron, sepse ajo duhet të dinte të paktën gjithçka që kishte të bënte me dashurinë e Zotit dhe vullnetin e tij. Do të ishte e pamundur të i vlerësohej kujdesi i saj shpirtëror për shpëtimin e vet dhe shpëtimin e botës. Ajo e papërlyer jetonte në mes të mëkatit. Ajo shihte çdo lloj mëkati rreth saj, edhe pse nuk mund të ndotej nga ai, ajo e urrente mëkatin. Ajo dëshironte ardhjen e atij që do të hiqte mëkatet e botës. Nuk e dim natyrisht pjesën e madhe që kishin lutjet e të besuarve në përshpejtimin e ardhjes së Mesisë. Mund të besojmë se këto lutje ishin të fuqishme, sepse çdo lutje është e fuqishme. Por nëse ndonjë lutje ishte e fuqishme, sa e madhe ishte fuqia e lutjes së asaj që edhe pse vetë nuk e kishte idenë e plot gjatë gjithë kohës, po që nga fillimi po përgatitej për bashkëpunimin më të ngushtë që mund të kishte me Krishtin. Duam të besojmë, e dim se lutjet e buzëve të saj të papërlyera përshpejtuan shpëtimin e botës. Pastaj kur në Nazaret, ku Gabrieli i shtriu krahët e tij, erdhi ngjallja për të njohur se ajo do të ishte nëna e Mesisë. Gjithçka u vendos të varej nga miratimi i saj. Sikurse ajo të mos kishte pranuar, e pabesueshme natyrisht, ndoshta ende do të prisnim ardhjen e Mesisë tonë, duke goditur duart mbi portat e mbretërisë së qiellit për të na hapur dhe mbi pikat e qiellit për të rënë mbi drejtin. Por Krishti, princi, ka ardhur dhe fal Marisë. Ky është mendimi i kishës në introitin e meshës së lindjes së saj. Përshëndetje o shenjtja nën që linde mbretin, i cili sundon qiellin dhe tokën përgjithmonë, nëna e Krishtit, sepse ajo u imazhua aty nga ajo që qelsi e hapi për dashurinë e Zotit. Ngjizja e Krishtit. Ngjizja e Krishtit tregon madhështinë e jashtëzakonshme të planit hyjnor për të lidhur me njerëzimin. Zoti jo vetëm do të krijonte, por do të ngrinte tërë krijesën tek vetja për të marrë pjesë në jetën e tij hyjnore. Vet ai do të bëhej njeri dhe do të ishte mësuesi, mbreti dhe prifti i njerëzimit, Krishti i ungjillëzuari i Zotit. Dhe kështu Maria në një lindje të mrekullueshme e solli atë në jetë si burim të çdo jete mbi njerëzore dhe e paraqiti e sapolindur si profet, mbret dhe prift tek ata që ishin të parët nga hebrejt dhe të huajt për të adhuruar. Si nënë e Krishtit, Maria nuk është vetëm përfituesja kryesore e ngjizjes, por edhe më e ngushtë e lidhur me birin e saj hyjnor,
në ushtrimin e misionit të tij profetik, mbretëror dhe priftëror. Krishti, fjala e mishruar e Zotit. Është një fakt tragjik historik që njeriu, i pajisur me mendje për të njohur Zotin dhe me vullnet për ta dashur, ra në ato devijime të pashprehshme të idhujtarisë pagane dhe ndjek edhe sot në kohën tonë gabime akoma më poshtruese të filozofisë ateiste dhe materialiste. Ndërsa vetë e shpallin veten të mençur, u bën budallën, lexojmë tek Letra drejtuar Romakëve, kapitulli i parë. Ky është një shembull i tmerrshëm i shkatrimit që ka shkaktuar mëkati origjinal në mendjet e njerëzve dhe indikimit që Satani ushtron mbi botën. Krishti, fjala e mishruar e Zotit, erdhi për të folur njerëzve fjalët e Zotit dhe për t'i mësuar rrugët e së vërtetës. Ai e deklaroi solemnisht para Pilatit: "Për këtë arsye kam lindur dhe për këtë kam ardhur në botë, që të dëshmoj për të vërtetën." Lexojmë tek Gjoni Ungjilltar 18:37. Për të siguruar që kjo e vërtetë të arrijë tek të gjithë njerëzit, ai themeloi kishën dhe e dërgon atë për të bërë të gjithë njerëzit dishepujt e tij, edhe për të mbrojtur kishën e tij nga çdo deformim i së vërtetës. Ai i dhuron kreut e kishës dhuratën e pafajësisë në çështjet e besimit dhe moralit. Krishti mbret. Krishti është mbret, mbretëria e tij është shpirtërore. Për këtë fakt, Krishti flet me Pilatin për të larguar frikën e tij nga një kryengritje politike. Mbretëria ime nuk është nga kjo botë. Sikur mbretëria ime të ishte nga kjo botë, ndjekësit e mi do të kishin luftuar që të mos dorëzohesha te hebrejt. Por tani, mbretëria ime nuk është nga këtu. Urdhri mbretëror për pushtimin shpirtëror të botës jepet kur Krishti dërgon apostujt e tij për të mësuar të gjithë njerëzit të mbajnë çdo gjë që ai ka mësuar. Ndërsa fjalët mësojnë, shembuj tërheqin. Ai vë veten në krye të ndjekësve të tij dhe tregon rrugën. Ai bën vullnetin e Atit për ta kënaqur gjithmonë. Ai u përul dhe u bë i bindur deri në vdekje, madje deri në kryq. Por bindja çon në fitore. Vdekja e Krishtit mbi kryq është triumfi i tij i përjetshëm. Krishti prift. Për këtë arsye Jezusi, edhe pse parashikonte për ndjekje dhe vuajtje, mund t'i frymëzoj të gjithë ndjekësit e tij me guxim të pamposhtur. Në botë do të keni mundime, por merrni guxim, unë kam poshtur botën. Lexojmë tek Gjoni Ungjilltar 16:33. Kështu Krishti sundon si mbreti dhe qendra e zemrave. Asnjë mbret toksor nuk ka pasur kurrë dashurinë dhe besnikërinë e ndjekësve të tij si ai. Më i shquarin nga detyrat e Krishtit është detyra priftërore, dhe funksioni i parë dhe më i rëndësishëm i kësaj detyre është ofrimi i sakrificës, në cilën marrëdhënia jon me Zotin, si krijues dhe fundi ynë i fundit, gjen shprehjen më të përkryer. Isaia flet për Mesin si një dele të quar në kasaphan për shkak të mëkateve tona. Psalmisti e sheh atë si prift përjetësisht sipas rregullit të Melkizedekut, dhe Shënpali flet për priftërinë e përjetshme të Krishtit. Krishti viktim. Krishti pranoi misionin e tij priftëror që në momentin e parë të ekzistencës së tij toksore. Prandaj, kur erdhi në botë, thot: "Sakrificë dhe ofrim nuk deshe, por më përgatitë trup."
Ja, vi për të bërë vullnetin tënd, o Zot. Ai ofroi me të vërtetë sakrificën e tij në altarin e kryqit, duke ofruar vetveten si një sakrificë pa mëkat për paqen, për të përmbushur misterin e shpengimit të njeriut. Ai dëshironte të përjetësonte këtë sakrificë të gjakosur në mënyrë të pacaktuar, përmes instrumentit të priftërve në meshën e shenjtë. Bëni këtë në përkujtimin tim. Sepse sa herë që do të hani këtë bukë dhe pini këtë verë, shpallni vdekjen e Zotit derisa ai të vi. Megjithatë, sakrifica e kryqit dhe ajo e altarit janë thelbësisht të njëjta, sepse viktima është e njëjtë. I njëjti është prifti që ofron, ndryshon vetëm mënyra e ofrimit. Kjo është mësimi i qartë i Këshillit të Trentos. Nëpërmjet sakrificës së Krishtit, mëkati shlyhet. Drejtësia e Zotit kënaqet dhe e gjithë krijesa kthehet tek Zoti prej ngadoli. Nëna e Krishtit. Vetëm fakti që Maria është nëna e Krishtit e bën atë të pandashme nga të gjitha bekimet që Krishti ka sjellë në botë si mësues, mbret dhe prift, por e destinuar edhe të jetë nëna shpirtërore e njerëzve. Ajo ka marrë dhe po merr pjesë të shquar në veprën e Krishtit. Mësuese e të krishterëve. Edhe Maria është mësuese. Ajo mëson në mënyra që nuk mund të shihen apo dëgjohen jashtë, por perceptohen me besim dhe përjetohen nga zemra. Ajo mëson përmes papërlyrësisë së jetës së saj, përmes afërsisë së saj me Zotin në lutje, mendim dhe dëshirë, përmes përputhjes absolute me vullnetin e Zotit, përmes dashurisë për shpirtin e njerëzve dhe përmes vuajtjeve të saj për shpëtimin e tyre. Maria është mbretëresh e qiellit, mbretëresh e të gjithë engjëjve dhe shenjtërve, mbretëresh e racës njerëzore. Ajo sundon me hirin dhe autoritetin e birit të saj hyjnor. Ja, thot ajo, Zoti im më ka dhënë të gjitha gjërat, nuk ka asgjë që nuk është në pushtetin tim, asgjë që ai nuk më ka dorëzuar mua. Prandaj ajo quhet omnipotenca lutse. Me autoritet mbretëror, ajo i fton njerëzit, në shfaqjen e saj në Fatima, të ndalojnë së ofenduari birit të saj hyjnor dhe të bëjnë pendim. Nëna e priftit. Nëna e Krishtit, prifti i lartë hyjnor. Edhe pse nuk u pajes me detyrën priftërore në kuptimin e ngushtë të fjalës, megjithatë pati një pjesëmarrje më të shquar në ofrimin e sakrificës së shpëtimit ton, se çdo shenjtor tjetër, sepse viktima mbi kryq është biri i saj, dhe ndjenjat dhe mendimi priftëror i tij janë gjithashtu të sajat. E gjithë jeta e saj është pjesë e kësaj sakrifice dhe vuajtjet e saj janë aq të thella dhe depërtuese sa ajo është mbretëresha e të gjithë martirëve. Pjesëmarrja e Marisë në sakrificën e Krishtit është thirrja dhe modeli për pjesëmarrjen tonë, përmes së cilës duhet të plotësojmë në trupat tanë atë që ende mungon në pashkën e Krishtit. Shën Pjetri flet për të besuarit si një prift mbretëror e shenjtë, të thirrur për të ofruar sakrifica shpirtërore të pranueshme për Zotin përmes Jezu Krishtit. Këto sakrifica shpirtërore të besuarit marrin, si të thuash, shenjtrimin e tyre përmes bashkimit me sakrificën e Eukaristisë, të cilën ata e ofrojnë, jo vetëm me duart e priftit, por edhe deri diku në bashkim me të. Detyra trefish e Krishtit, mësues, mbret dhe prift, dhe pjesëmarrja nënës së Krishtit
në ushtrimin e këtyre detyrave, tregojnë rrugën e vetme për shpëtimin e botës dhe rikthimin e paqes për njerëzimin, kthimi tek Zoti. Por njeriu kthehet në mënyrë të duhur tek Zoti, kur njeh madhështinë dhe autoritetin e tij të lartë, kur pranon të vërtetat e zbuluara hyjnore me mendim të përulur, kur i bindet me kujdes ligjit hyjnor, duke qëndruar në Zotin, çdo veprim dhe dëshirë të tij, kur në fund i bën ndërimin e duhur Zotit të vërtet. Kjo do të thotë se Krishti duhet të pranohet si mësues, mbret dhe prift. Urojmë që Maria, nëna e Krishtit, të shpëtoj botën duke udhëhequr atë tek biri i saj hyjnor. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit hy. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hy. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjtë hy. Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjtë një i vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja nënë e hyjit. Loto për ne. Shenjtja virgjëra e virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e kishës. Loto për ne. Nëna e hirit të hynushëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit. Loto për ne. Nëna e shëlbuesit. Loto për ne. Virgjëra e nderueshme. Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Loto për ne. Virgjëra besnike. Loto për ne. Pasqyrë drejtësie. Loto për ne. Selia e dijes. Loto për ne. Shkaku i gëzimit ton. Loto për ne. Visari përshpirtshëm. Loto për ne. Visari nderueshëm. Loto për ne. Visari zgjedhur për shpirtërie. Loto për ne. Drandofilja e mrekullueshme. Loto për ne. Kulla e Davidit. Loto për ne. Kulla e Fildesht. Loto për ne. Shtëpia e artë. Loto për ne. Arka i beslidhjes. Loto për ne. Dera i qiellit. Loto për ne. Ylli i mëngjesit. Loto për ne. Shëndeti të sëmurve. Loto për ne. Streha e mëkatarve. Loto për ne. Ngushëllimi i të pikëlluarve. Loto për ne. Ndihma e të krishterëve. Loto për ne. Mbretëresha e engjëjve. Loto për ne. Mbretëresha e patriarkëve. Loto për ne. Mbretëresha e profetëve. Loto për ne. Mbretëresha e apostujve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmorëve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmitarëve. Loto për ne. Mbretëresha e virgjërave. Loto për ne. Mbretëresha e të gjithë shenjtërve. Loto për ne. Mbretëresha e zënë pa mëkat të rrjedhshëm. Loto për ne. Mbretëresha e ngjitur në qiell. Loto për ne. Mbretëresha e shenjtës ruzare. Loto për ne. Mbretëresha e paqes. Loto për ne. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Na fal ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Dëgjona ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Ki mëshirë për ne. Në mbrojtjen tënde, po nga si moshenjtja nëna e hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o Virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh. Zoja jonë dhe ndërmjetëse jona, me birin tënd na pajto, birin tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne e shenjtja nënë e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi.
Jep na ne shërbëtorëve të tu, po të lutemi o Zot, ti gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në përmëndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, ti shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe ti gëzohemi gazmendit të amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, duke medituar mbi titullin Nëna e Krishtit, kemi parë se ky emër përmbledh gjithë historinë e pritjes së Mesisë, madhështinë e mishërimit dhe misionin trefisht të Krishtit si mësues, mbret dhe prift. Maria nuk është vetëm ajo që e lindi Krishtin sipas mishit. Ajo është bashkëpunëtorja e parë në planin e shpëtimit, ajo që me lutjen, bindjen dhe dashurinë e saj përshpejtoi ardhjen e shpëtimtarit. Si nëna e Krishtit, ajo është e lidhur pasgjithshmërisht me çdo hir që ai ka fituar për ne. Në një botë që shpesh haron hyin, që kërkon mbretëri toksore dhe jo shpirtërore, shembulli i saj na fton të kthehemi tek thelbësorja, ta pranojmë Krishtin si të vërtetën, si mbretin e zemrave tona dhe si priftin që ofroi vetveten për shpëtimin ton. Le ta kërkojmë ndërmjetësimin e saj, që ajo, nëna e Krishtit, të na udhëheqë gjithmonë drejt birit të saj, sepse aty ku është Maria, aty është Krishti, dhe aty ku është Krishti, aty është jeta, drita dhe paqja e vërtetë.